Faleminderit shumë për mundësinë. Unë ndërsa kesh të ndëgju, pajtona plotësisht me shpëtimin që thash që ka shumë kritere sa i përket nimisë, edhe pse nuk jam njës i mirë i kësaj fushë, mirë po pak a shumë i dina edhe na disa kritere të cilat janë. Për shembull, përveç bukpamjes, duhet me qenë edhe angazhimet sociale që i kanë, duhet me qenë inteligjente, duhet me pas një farë edukate, një farë kulture, sepse janë ambasadorët e vendit. Vitin e kaluar duket misin e botës përmison nëse gaboj e ka fitu ajo vajza nga Tajlanda, ku ajo nuk u përzgjedh për pamjen e saj, krejtësisht ajo u përzgjedh kryesisht më shumë për angazhimet e saj sociale që i ka pas, për mesazhin e fuqishëm që i ka dhënë, edhe për prezantimin njerëzor që e ka bë. Kështu që te na fatkeqësisht, çuçi përmendni edhe dashi, më shumë fitojnë personazhet që kanë krah fuqishëm, kanë sponzora, kanë njerëz që i suportojnë ose mos them ja blejnë çmimin se po më vjen rënd me thonë, mirë po fatkeqësisht është ashtu, zgjedhen misa që nuk i nje, nuk kanë pas kur një jetë publike, vinë pej zeros edhe bohen mes edhe sa përfaqësojnë vendin. Unë po ndërlidh atë shpëtimin që unë mendoj që ish duhet mu bo një garë shumë e nxehtë që me i tërheq edhe publikun që me i pa, për shembull në zgjedh misat komunal, tani këta komunal me bo një fargare aty mes vete, tani mu zgjedh ai që na përfaqëson. Kështu vetëm një mes po vjen pej zeros edhe për na përfaqëson vendin. Shpesh herë kena pas përfaqësime vitin e kaluar, unë jam kontent i zhgënjur me përfaqësimin që kena pas. Ka marrë nasihat bota neve. Domethënë kena qenë njerëz që nuk kanë pas lidhje me mes, shkurt e shqip. Po. Shpejtem sa pajtohesh ndoshta me Rukin. Unë jam të akord me Rukin sepse pak më herët e ceka këto nivelet standardet kërkohen shumë në misat zyrtare. Ja kemi pasur në Shqipëri mbahet Miss Univers Kosova me 4-5 vajza. Këtu duhet të mbahet Miss Univers Kosova. Edhe atë vajzë ta përkrojmë, ta suportojmë edhe të fiton çmim. Kjo është ajo esenca. Edhe çmimet që tha mirën me mik apo me shok apo me sponzora, jam të akord me to që këtu bohen edhe në Shqipëri